10 gratë e larguara nga mëshira e Allahut. Numër 7. Vizitueset e varrezave. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, përcjell se i dërguari i Allahut, lavdia e paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi vizitueset e varrezave. Numër 8. Të vajtuarit me zë gjatë fatkeqësive. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, është i pafajshëm ndaj një gruaje që qan me zë e vajton, ndaj asaj që rruan kokën dhe ndaj asaj që shqyen rrobat kur i bie fatkeqësi. Numër 9. Gruaja që divorcohet nga burri i saj 3 herë dhe pastaj martohet me burr tjetër për një periudhë të shkurtër, jo me qëllim martese, po me qëllim që ky i fundit ta shkurorzojë menjëherë dhe ajo t'i kthehet burrit të parë. Kjo është mëkat nga mëkatet e mëdha dhe është tradhti dhe gënjeshtër e keqe. Numër 10. Gruaja e zhveshur. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: si dhe gratë e veshura, por të zhveshura, të cilat lëkunden gjatë ecjes. Kokat e të cileve janë si shpina i devës, nuk do të hyjnë në xhennet, e as që do të nuhatin erën e tij, ndërsa era e tij ndihet aq larg. Motra ime, mos harro se me mallkim nën kuptojmë largim nga mëshira e Allahut. Nëse ti largohesh nga mëshira e Allahut, kush do të mëshiroj? Pasha Allahun, nëse tubohen të gjithë njerëzit, nuk do të kenë mundësi të shpëtojnë nga dënimi i varrit. Dhe rikujtoje motër se bukuria e kësaj dynjaje është kalimtare dhe neve nuk do të na mbeten nga ajo vetëm se veprat e mira. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: o ju gra, jepni lëmosh, sepse ju do të jeni më të shumta në numër banor të xhehenemit.